Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në daljen e radhës në konferencë për shtyp me gazetarët solli në vëmendje votën e diasporës shqiptare, e cila ishte e fundit në Europë që mori të drejtën për të votuar. Sipas Berishës, u bë shtetëzimi i procesit të votimit të diasporës nëpërmjet akteve më madhore korruptive të njohura ndonjëherë. Ky manipulim është i paprecedent në historinë e votimeve të diasporës. Është një proces të cilët ne do i shkojmë gjë në fund. Për të faktuar se Edi Rama kur, se si Edi Rama instaloi farsë elektorale në Shqipëri, dhe se s'ka fituar kur zgjedhjet. Ata që besojnë se Edi Rama ka fituar zgjedhjet në këtë farsë, ata ose janë njerëz që s'kan minimum në kulturë ligjore elektorale dhe nuk dinë ç'është farsa, ose pastaj janë njerëz në shërbim të tij. Ose janë njerëz në shërbim të tij, unë nuk mund të them se çfarë janë. Natyrisht, ka një propagandë të papërmbajtur për të mundur me spostuar, për të spostuar vëmendjen nga kjo punë e jashtëzakonshme që po bëhet nga ne për dokumentimin e farsës. Ka argumenta nga më banalet. Kryedemokrati u pyet se cila do të ishte tema për të cilën do të zgjidhte të mbante një leksion para deputetëve të rinj të Partisë Socialiste, referuar Akademisë Politike të Partisë Socialiste që ka nisur punimet. Berisha u shpreh se për deputetët kishte vetëm një fjali: lini mandatet sepse nuk përfaqësoni popullin. Me deputetët e Partisë Krimit kisha vetëm një fjalë: nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartelet e drogës dhe krimin në Shqipëri, ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Nuk mund të jenë ata, s'ka ata përfaqësor, a e peti që bëhen ata më thopë jo. Berisha ashtu bëri një deklaratë fortë në lidhje me zgjedhjet e fundit në Shqipëri, duke akuzuar qeverinë për manipulim elektoral, ndërsa ka paralajmëruar se opozita do të nisë një fazë të re veprimi politik dhe qytetar atë të protestave.